na kishin treguar që do të ishin kampion në këtë. Në fakt, para Final Four, trajneri Edi Martini deklaroi që Vllaznia është skuadra më e fortë e këtij kampionati. Dhe të gjithë e dinë, tha, edhe unë bjej dakord dhe jam dakord që Vllaznia ka qenë skuadra më e fortë këtë sezon, edhe në përballje direkte me Egnatia, me Elbasanin, është në avantazh, por kur skuadra më e fortë nuk arrin të fitojë, atëherë do të thotë që trajneri nuk ka qenë lartësinë, nuk ka qenë trajneri më i fortë në krye të kësaj skuadre më të fortë. Dhe çuditërisht Martini, që ka marrë rezultate 2 fitore, 2 barazime me Egnatian gjatë kampionatit të sezon, dhe duke luajtur lartë dhe duke sulmuar, dje zgjodhi një strategji krejt tjetër. Tërhoqi skuadrën mbrapa, i la topin e Egnatias, preferoi ta kapin kundër sulm, ndërkohë që Vllaznia 36 javë kampionat nuk ka luajtur asnjëherë tërhequr mbrapa. Nuk e ka lënë asnjëherë topin kundërshtarit dhe të mbrojë. Dhe Befas e bën këtë në ndeshje më të rëndësishme. Tërhiqet mbrapa, i lë topin, e lam me vetdijet, tha trajneri, zvendës trajneri Ergi Boshi mas ndeshjes, sepse donin ta kapnin kundër sulm. Dhe ndërkohë pas golit shtoi presionin, arriti të gjej golin e barazimit dhe sërish u tërhoq mbrapa pa kuptim. Filloi të vonoi lojën, a thua sikur Vllaznis nuk i duaj fitoria atje. Donte të kapej vetëm me detajin e barazimit që në fund fare mund ta shpallte kampion me fal rezultateve direkte. Nëse do të